E ndërkohë që skena është bërë gati, ne do të presim këtu një star. Një star, një yll që nuk ka kuptim pa konstelacionin e tij, të cilët janë Altini dhe Eltoni. Dhe së bashku do të sjellim këtu kuicin më të famshëm në botë, koha jote vazhdon. Baby, one more time. Pra, një duartrokitje të fortë. Një duartrokitje të fortë për rojen e parkingut që ruan makinën time. E meriton, apo jo? Mi mbrëma dhe mirë se ju gjeta. Wow! Wow, po ju që ne këtu. Wow, qëfar emocioni, wow, qëfar surprize. Mos bëj kohë se ti e di e shumë mirë, mos bëj si surprizuar. Pastaj edhe unë ta thash javës kaluar që kisha shumë dëshirë të isha pjesë e kuicit tënd. Është e vërtet, është e vërtet, kështu thatë vërtet, edhe unë të thash që të vije, po të thash të vije vetëm mos vije me delenxinj. Atere, pa unë burko, le të fillojmë koha jote, vazhdon. Një duartrokitje të fortë për Enedën. E cila do të qëndroj sonte me ne këtu dhe është si gjithmonë elegante, dhe një duartrokitje të fortë për Salsanon, i cili do të qëndroj edhe ai sonte këtu me ne dhe është si gjithmonë pa flok. Por pa umburko, ne do të ftojmë herojnë të kësaj mbrëmje. Ata janë konkurentët tanë. Dhe i pari është zoti Elton. Mbrëma, si e? Zërbën. Ky që del televizor, Salsano. Mi mbrëma. Si e? Mirë, si e ti? Sa, për që nke plak, shu se në televizor del i ri. Mami im të ka fiksim, të ndjek gjdo jave dhe në radio. Faleminderit shumë, do t'i bësh shumë të fala mamit. Pa tjetër, mund do vishtë edhe për ndonjë kafe nga shtëpia. Mjafton, zoti Elton, jemi në televizion këtu, nuk kemi ardhur që të bëjmë logje, apo jo. Dhe pa unë burko, le të ftojmë kampionin tonë në fuqi, ai është zoti Altin. Wow, qëfar emocioni, kampioni ju në fuqi, po takon angjëllin e ti mbrojtës. Ke diçka për të thënë, zoti Altin? Ky që nga jutuar fare. Ashtë jutuar. Edhe, po, mjafton faleminderit me takimet dhe prezantimet. Pa unë burko, le të prezentojmë dy skuadrat tona sot. Ato do t'jenë skuadra e Dumdumit dhe Elegantes. Dhe, faleminderit. Pasë mërzit. Faleminderit dhe përballë tyre do t'jenë Qerosi dhe Tullaci. Kush është Tullaci nga ne të dy? Po me ty e ka se qne me mua. Po dhe ti Tullaci? Jo, për momentin s'jam. Tani kush është Tullaci nga ne të dy? E që rëndësi ka kjo Salsano. Pa unë burko, le të fillojmë me raundin e parë. Vdes për këtë round. Vërtet, zoti Elton. Sa fiksime kam. Ja dhe zoti Elton vdes për këtë round, pra, bëhet fjalë për raundin Ndumi. Raundin Ralumin. Jo, është raundi duel. Kujdes. Duel. Nga që foli i pari, kjo mos fol me i pari se ti më gatron. Po jo, unë jam ëngjëllit mbrojtës. Çfarë ëngjëllit i bëhet djallos punën në ëngjëllit? Atere pa unë burko, në raundin duel, le të shpjegojmë një rregull të vogël, do t'i bëni nga një pyetje njëri tjetrit, pyetje cila vlen 10.000 euro. Atere pa unë burko, Dumdumi në duel. Po, është i yti, po e përdorin të tjerët. Çfarë është? Po, zoti Altin, përgjigja juaj? U thash pyetjen më vëlla. Po, më fal. Po. Është i yti, po e përdorin të tjerët. Emri? E gjeti kjo më vëlla. E sakt. Bravo. E meritojnë të duartrokitje, pra 10.000 euro shkojnë në konton e skuadrës së kokës bathurve. Po.
Na vdiq me këtë kokë zbathur. E më tha mami, mos do bëhesh komercial, mos shkon televizor. Atere, zoti Elton, kujdes. Loja po bëhet e fort. Kujdes. Intrig, emocion, satisfakcion, Gju Kosove? Në tek e lek? Suspans, pra, kujdes, dhe pa e humbur. Suspansën, pyetja e zotit Elton. Pyetja ime është, ka dhëmbë dhe ka gjithmonë uri. Mos fol. Krahëri? E gjeti për kokët mamit. Saktë, bravo. Mos kërceni ashtu si delenxhin. Bravo, pra. Ja pra 10.000 euro për skuadrën e të qeshurve, ku ishim i çdo kundi, çfarë bëm i çdo sendi, loj idiote komplet. Kujdes, kjo është pyetja e dytë. Ky është raundi i parë. Unë jam një star! Ashtu je. Ashtu. Atere, kujdes, fillojmë. Fillojmë pa u mërko me raundin patatja e nxehtë. Elegante nuk të kam pyetur. Juve, ju pëlqen geografia? Mos fol, do ta hash, mos fol. Në fakt, mua më pëlqen më shumë biologjia. Wow, çfarë koincidence, sepse pyetja e radhës është nga geografia. Mos fol, thë. Dhe pyetja është, cili është ishulli më i madh në botë përpara se të zbulojë Australia? E pasakt! Një sekundë më dhe! Po, është e vërtet, zoti Altin, përgjigja juaj? përgjigjen, po. Përgjigja ju definitive, po? Ishulli më i madh është Australia, po deri atëherë nuk ishte zbuluar. E sakt, pra! Bëtë shumë mirë që kërcyet e meritoni, fituat 100 euro. Nuk jam pak, apo jo? Nuk jam pak. Atere, pra, duket që je pregatitur Eneda, kurse ti, zoti Altin, po më surprizon sot. Të lumt, bravo. Atere, vazhdojmë me pyetjen e radhës, çfarë pyetje qënka kjo. Ajo është, sa kafsh nga secila specie kujdes mori Mojsiu me vete në ark? As një kafsh. është arka e Noes, jo e Mojsiu. E mora vesh, vetëm mos i bia i shumë pulsantit se po më dhem dhëmballa. E sakt, pra, ishte një përgjigje e sakt. Pra, skuadra, skuadra e kokë zbathurve sa po fitoi 2.500 euro. Bravo. Ua, po prit njerë se ata këshin pyetje më të letë se ne. Ashtu? Po. Jeni e sigurt? Po, jo. Atere, mund të më thuash gjatë përmbytjes së madhe, peshqit ishin në arkën e Noes apo në ujë? A u mbytën peshqit që nuk e gjetën vendin në arkën e Noes? A fuste ujë arka e Noes? Nuk e di. Sa po humbe 20.000 euro? Le të vazhdojmë pa humbur kohë me raundin Melodi Quiz. Kujdes, ky raund është një raund i fortë. Dhe për këtë raund do të na ndihmoj, kujdes, maestro ta. V dhe U? Maestro ta. Ngull ka qavitën? Është maestro Tati. Tia, mërtia. Ti, E pra, falinderit për duartrokitit. Atëherë pyetja është, cila është kënga që fillon kështu? Rina balerina. Mos fol, Rina. Është kënga Lady nga Mojo. Leti nga moqo. Ashtu? Kushta tregovi? Asi më ba. Dëgjoj këto elegante. Të lutem shumë, mos e ndihmoni zotin Altin. Po ne një skuadër Jemi një skuadër për hir të spektaklit. Nuk kemi këtu që të ndihmojmë dumdumin, dakord? Le ta verifikojmë atëre përgjigjen origjinale, maestro. Mjafton, ishte pra e sakt. Sa kemi fituar? Pra ishte grupi Modio me këngën La 2
nga albumi Her me Tonight. Bravo, ishte e sakt përgjigja. Keni fituar gjë? Wow! Juve sa po keni fituar 10 euro! Bravo, ju lumë. Një duar trokitje e meritojnë, vërtet. Nuk e fat fare, more, nuk e bon fat fare, more. Dhe tani është pyetja që do t'ju ndaj vetëm kaq nga çmimi i madh. Kujdes, pyetja është, për çfarë shërbejnë gratë që kur u shpikën pjatat plastike? E ndërkohë që konkurentët tanë mendohen, Salciano, nuk e di, ke folur ndonjëherë me kamera numër 79? Jo, ja, asnjëherë. Le ta mbyllim së bashku, pra, ndërkohë që konkurentët tanë mendohen, bashk na E fute kësaj radhe. Ashtu është, na e fute. natën e mirë.